kur ju migruat nga Zori, nga Përndjekja, sot lëvizin njerëz për arsye tjera. Ajo si ka me migru unë edhe ne që jemi një paralele për bëj, një krahasim ariti po. Për mes plumave, po kjo çështja e punës, çështja e jetës, edhe kjo ndikon tek braktisja e vendit, sepse njerëzit duan me kriju familje, duan me pas shtëpi, duan me jetu, duan një premtim të nesërmen për shkollimin e fëmijëve, po. Dhe kjo është ajo që po them. Ju migruat, po them, nga Përndjekja, nga përsekutimi, dhe sot? Tani përsekutimi unë kam migruar përmes plumave, jam përmes plumave tutbes, po ka shumë që nikë edhe mas me, edhe para me, edhe si kanë qenë emigrant. Unë e kam pasur edhe babën emigrant ekonomik që ka shku për me mujtë me na majtë. Punë sezonale atje, po. Sezonale jo, po ka qenë me punë të rregullt. Po. Po ka qenë pej viteve, fillimit viteve. Dhe kur ta shek këtë praktikë? Emigracioni rregullt me marrëveshje. Tani ata po na i marrin njerëz të gatshëm për me rrit një fëmijë, tradicionalisht edhe me shkollu, deri në moshën 18 vjeçare, po them, duhet për një fëmijë në Evropë, ose një Gjermani, ose një Zvistrani, ose një Francez, ose Italiani, i duhen $1 milion me i rrit. I kushton. Ne? Po. Edhe neve na e marrin gatshëm. Të gatshëm, edhe i fusin punë. Po këtë pjesën që po them unë të shpenzimeve për fuqinë punë, për njerëzit që i rrisin, fëmijët që i rrisin. Tani, pse mos me kriju kushte, që këta njerëz me prodhu në Kosovë dhe me eksportu jashtë. Me qenë një vend që eksporton... Ndërmarrës të, po. Ndërmarrës jo, po me teknologji me i me prodhu atë gjanat që i ka nevoj vendet e Bashkimit Evropian. Me pas sigurin investime për investitorët e huaj. E dini që Kosova është në listë zezë të shumicës së vendeve të Bashkimit Evropian për të investu këto? Më thuni se sa investitor kanë ardhur dhe çka kanë investuar në Kosovë. Në cilin biznes? Në energji që jemi vendi 2, 3, sa është që kemi qymyr në Kosovë. Kush ka ardhur me investu? E kanë provu, ka pas kundërshtime, janë tërhek, nuk i di pse janë tërhek dhe qysh janë tërhek, por mundësit janë në Kosovë. S'ka si... Çka do të bëni ju, Haditi, për ta lëvizur Kosovën nga këtë gjendje? Shika, unë mendoj që... Për çka qëndron PDK në këto zgjedhje? Na kemi bërë një program pothuajse edhe social, por edhe me perspektivë për rinin, për gjitha kategoritë në Kosovë, po mbi gjitha, për krijimin e raporteve të shëndetshme me vendet e Bashkimit Evropian, edhe me misë strategjik që i kemi, qoftë përgjithësi vendet perëndimore. Dhe po besoj që puna e parë që duhet me bërë liberalizimin e investimeve në Kosovë, jepjen e mundësisë të gjitha atyre që duhen të investojnë, mbi gjitha edhe lëshimet që duhet të bëhen në çështjet të cilat janë joshse për investitorët e huaj, dhe për të bërë programe për investime. Kjo është e para. E dyta, kemi një emigracion të shkëlqyer. Puna e parë që duhet bërë, duhet me pa mundësinë që me i tërheq fëmijë të rinj që janë shkollu jashtë për të punësuar në Kosovë, për të ardhur me biznesën në Kosovë. Dhe tani lind pyetja, thu ky çuni filanit do vjej në Kosovë me rrogë 600 euro edhe do ta lej punën atje. Ekzistojnë mundësi. Për shembull, unë fola për termoelektronat. Nëse ne bëjmë program dhe i bëjmë aksioner 200.000 emigrant, 200.000 shqiptarë që punojnë jashtë,
në një termoelektron 3 që mund të bëjmë në termocentral 3, dhe ata e menaxhojnë. Shteti mund të jetë me 1% të caktuar pjesës saj dhe shteti i merr tatimet e veta. Pse mos me prodhu, pse mos me mundësu në atyre që ta bëjnë termoelektronën dhe të jetë kjo pjesë e një investimi që e bën diaspora, por edhe që ka profit. Kërkush nuk vjen prej diasporës me investu të hollat, sepse këta kanë një qëndrim, po them, refuzues ndaj investitorëve, sepse kërkuesi kanë kriju mundësi dhe, domethënë, mundësi s'kan bërë programe për diasporën për të investu këtu. E mbi gjitha, në qoftë se diaspora jo nuk vjen me investu këtu, për jashto në një variant të ndërtimtarëve që po ndërtojnë në për Kosovë, të tjerat, për shembull, investime në prodhim s'ki, investime në energji s'ki, industri nuk ke disa artizanate që prodhojnë, për shembull për Zvicrën, për Gjermaninë, dritare, produkte drunit vogla, por nuk ka produkt made in Kosova i cili pranohet në tregun e Bashkimit Evropian. Disa produkte bujqësore që ndoshta edhe janë të vogla, tjera s'ka. Në përvojën, perspektiven tuaj, cili është halli më i madh sot që ka Kosova në këto zgjedhje, Halidi? Në këto zgjedhje, unë uroj që këto zgjedhje të jenë të qeta, të jenë pa probleme dhe të krijojmë institucionet. Përmes cilave do të zhvillojmë debat konkret dhe qeveria e ardhshme do të raportoj rregullisht në kuvend për çështjet të cilat duhet t'i realizojmë. Uroj që duke pas parasysh që Kosova është republikë parlamentare, roli parlamentit të jetë vërtet kontrolli i qeverisë dhe opozita, cila do që të jetë ajo si qeverisë, vërtet përmes kontrollit. Kjo është e para që duhet bërë në Kosovë. E dyta, duhet që ato komisionet të cilat kanë bojnë me integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian dhe në këto institucione ndërkombëtare, pjesëmarrja jonë dhe angazhimi jonë të jetë i orientuar politikisht nga institucionet e Kosovës dhe jo të jenë veprime ad hoc, të cilat nga një herë shfrytëzohen për të thënë diçka për mediat dhe për të paraqit me takime korridoreve dhe jo diçka konkrete në cilën ke marrë pjesë dhe je duke negociuar.